edhe të tjerëve që po demonstrojnë atë që po demonstrojnë, që harruan sheshin, që natën e parë e harruan sheshin, punë e tyre. Ne s'do lodhemi stirruri. Hajdeni në shesh, të murojmë bashkinë Divjak. Divjak ka bashki. Edhe diçka tjetër, edhe nga ju që jeni këtu, dy fjalë, kush qa ta ndjej, le të thot dy fjalë, mund dalin. Faleminderit. Që nga Korça gjerë të Shkodra mbretëron që do i bëhet pasurisë së tyre. Pse? Mos ndoshta do dalin në shesh pasuritë e tyre që i kam fshehur në apartamente, në biznese, e kudo tjetër. Sepse janë paratë e shqiptarëve ato që i kanë mbjellur nëpërmjet koncesioneve, tenderave e PPP-ve. E SPAK-u, e drejtësia, që shqiptarët e shumë i besojnë, nuk do duhet mjaftohet vetëm me aq sa bën. Duhet të doj pasurinë e tyre. Ç'kuptim ka që një ministër i cili akuzohet për shumë gjëra, bën një vit burg e pastaj del e shijon parat, bën biznesmen. Jo, ato para janë shqiptarëve e duhet u kthehen shqiptarëve. Nafta ka shkuar 220 lekë. A thua Shqipëria është vendi më i pasur në Europë që ka çmimin më të shtrenjtë. Nuk mundet, teksa Kosova e Maqedonia kanë çmim komplet tjetër. Këta na vjedhin kudo.
tek ilaçe, tek spitale, tek institucione, tek nafta, tek të gjitha, tek pensione, tek të gjitha. Çfarë do të pesësh më, o shqiptari mirë, që e do këtë vend, dhe që do që jetën tënde ta kalosh në Shqipëri. Çfarë pret më? Kjo protestë nuk është e asnjë partie politike, është e vullnetit lirë shqiptar që do që Shqipëri ta shoh ndryshe, e do që Shqipëri ta shoh pa korrupsion. Diçka e fundit për shëndetësi, unë besoj se nuk ka ngelur shqiptar që nuk është përballur me shëndetësi. Premtimi ishte se shëndetësia do të ishte falas, por shëndetësia sot është bërë më shumë se sa falas. Qofse ti nuk paguan, nuk merr asgjë. Kush ka pasur këtu eksperiencë me spitalet? Kush ka pasur drejtorët me tregoj, a ka paguar apo është falas? Ndaj, për herë të parë, i thirret ndërgjegjes së një kombi, ndërgjegjes që këtë vend mund ta bëjë dhe ky vend mund të bëjë vetëm me një rrugë duke mos e vjedhur, me zemër që këtë vend ta bëjmë sepse parat janë, kushtet janë, të bekuar nga Zoti për pozitën gjeografike jemi, por nuk kemi politikanët, e kemi pasur hajdutët që e kanë vjedhur këtë vend në 36 vite. I lini përçarje. Mos i dëgjoni më thirrjet për përçarje. I keni quar në 36 vite, është hera e parë. Mos dëgjoni as nga ky vesh, as nga veshi tjetër, se mjaft i keni quar. Dëgjoni zemrën tuaj. Dëgjoni zemrën tuaj, sepse mund ta bëjmë Shqipëri. E bën energjia juaj, e bën flamën i fuqësi. Shqipëri i cili ka 36 vite që jeton në demokraci dhe zgjedhje i kanë lënë vetëm 2 njerëz. Mjaft më. Ky vend ta bie me vajza që mund ta bëjnë, e që nuk dua ta vjenin, por dua ta ndërtojnë. Është ky shesh garancia. Të bëhemi bashkë. Askush nuk ju manipulon dot. Askush nuk ju përçan dot. Sa kohë e doni këtë flamur, sa kohë doni ta bëni këtë vend e Shqipëri. Faleminderit gjithëve. Poshtë narkoshteti! Poshtë narkoshteti! Poshtë narkoshteti! Poshtë narkoshteti! Atëherë marshimi për sonte do t'jetë në drejtim të presidencës në sheshin Tereza. Pa arritje presidenca do jetë në drejtim të sheshit Wilson, e pastaj nga sheshi Wilson marrë kresës gjatë. Mirëmbrëma qëndrëstar heroik. Do të qëndrojmë deri në fund, sado që ky burr i gjatë kërkon të na bëj nuk do të dilja sonde, po mora shkak për sa këngës që aktori Masta Reshat Arbana reciton një poezi të Ali Aslanit, Bota e Delendjive dhe Bota e Maskarenjve. Janë vërtet maskarenjve dhe delendjin, arsyeja. Asnjë deputet i të majtës nuk vjen. Do të pra. Ali Aslani, ky poet dhe ky aktor i madh që reciton, ja ka spikatur dhe ja ka trokitur këtyre delendjinëve tonë që ata nuk e dëgjojnë, por e dëgjon populli, e dëgjon ju, e dëgjon ne, e dëgjon Shqipëria. I themi Edi Ramës, sepse me ata e kam, ai është kryeministri, unë jam njëri i thjeshtë. Ka qenë një studio televizive me Blendi Fevziun, edhe kur u bë ndarja administrative, ajo e para, shkërtojnë për Velipojnë, i ka thënë ai le Velipojnë, hoqë Velipojnë dhe le Divjakën. O Fevzi e tha këtu, më dëgjoj kryeministri. Kush e ka në studio televizive le ta japi, këtij palacit. Ti nuk e di ç'a ndodh në Divjakë. Qarkullojnë miliarda lek. Po zotëri, qarkullojnë miliarda lek. Të këtij populli, të ardhat të këtyre njerëzve. Dhe ti sot kërkon ti shkatrosh ti çosh lutje.
Zoti kryeministër, i ke hipur gomarit sprafti. Po ta them për natë. Me Divjakën i ke hipur gomarit sprafti. Pra kërkon që ti net në qosh 34 vjetë mrapa. Arsyeja, ta kam thënë natë për natë. Në qoftë se ka, si ta them, barazi. Tu nuk flitet për barazi, tu flitet për logjik njerëzore. Në qoftë se Divjaka nuk i plotson kushtet e kriteret, i plotson Rastoveci, i plotson Beqini, a dhe Zdërmota i plotson? Tani, se ne du të shkrijemi, se do ti. Zoti kryeministër, ti mund të ta shkrish me fjalë Divjakën, por me vepra ti nuk e shkrim dot. Në qoftë se ti ta kam thënë natë për natë, do të jesh turpi i botës. Turpi i shqiptarëve po turpi i botës. Se po e them për natë, se turpi i botës. Kërkon identitet ti nga Divjaka, ta kam thënë miliona herë. Divjaka eksporton mall miliarda të ardhur atje e një Europa. Kanë quar për shaqin Anglie, në godije, ku ta diu në gjithë Europën, e plus në lindje. Ti kërkon identitet për Divjakën. Zotri i nderuar, këtë vendim që kërkon të bëjë, sepse ky, si ta them, unë e them në shpirt, që kjo është një gjë personale. Është një gjë personale për t'ia bërë Divjakën. Rrin këta njerëz në shesh të protestojnë për të drejtat e tyre. Dhe ti fle gjumë. Shkon dhe i quan, i thërrezën në Vlorë atje, dhe i quan me mendimet e tua që i quan ti, dhe i Zdërmotra. Nuk do të ndalim protestën. Kyre të bëjë çfarë të dojmë me mendë ti. Ne do të ngelimi bashki, pa diskutim. Po apo jo? Bravo. Nuk do të trememi nga këta. Se? Nuk do të trememi se revolta jonë do të ndjekë fëmija në barkun e nënës. Faleminderit, Divjaka bashki. Dhe këta larët të gjithë mbus. Ju faleminderit. Bravo Çuna. Nëse nuk ka tjetër njëri diçka për të shtuar, mund të vazhdojmë marshimin. Faleminderit. Divjaka! 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 Të gjithë të bashku vazhdojmë të kryqëzimi, edhe unë bashkë me ju. Ju lutem, mos u mbisni këtë rast, se jemi gjithë bashkë. Faleminderit. Divjaka bashki. Bashkohuni me ne, të gjithë ju keni ullën për nga për ne, ju lutem. Bashkohuni me ne, bashkohuni me ne. 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 Qoni nga kapja quna të momente, qoni. Gjithë të njerë që në parke vetërin e unu. Qoni që shtur për ju, për t'i gjaka qoni. Qa të ngejnë dhe u basë. Thank you.
Bashki!